nderuar zoti Ministër i Brendshëm, nderuar përfaqësuesi i Ambasadës Suedisë në Shqipëri, të nderuar pjesëmarrës, të ftuar dhe përfaqësuesi institucion. Ky takim i sotëm është një rëndësie të veçantë për punën e policisë së shtetit, pasi e vë theksin në marrëdhënien tonë me qytetarët. Policimi në komunitet është tashmë një filozofi që është pranuar dhe ka dhënë e po jep efekte pozitive në rritjen e parametrave të sigurisë në vend. Ky proces është një qasje proaktive, bashkëpunuese, për të ndihmuar në parandalimin e kriminalitetit. Ai fokusohet në rritjen e përfshirjes komunitetit, forcimin e lidhjeve midis një komuniteti dhe procesit të zbatimit të ligjit. Mund të marrë një shembull mes shumë shembujve të tjerë, por ky më duk më domethënës. Për gjatë 2 viteve të fundit, shifra e turistëve dhe vizitorëve në Shqipërinë tonë të bukur i kaloi numrin 10 milionë. Dhe incidentet në lidhje me këtë gjë ishin 0. Dhe kjo padyshim nuk është vetëm për merit të policisë, por në veçanti për merit të gjithë qytetarëve, të përfshirjes tyre në shumë iniciativa për të parandaluar dhe luftuar krimin, për të zgjidhur çdo problem, të ndërmarra këto në bashkëpunim me policinë padyshim, sigurisht edhe me partnerët dhe organizatat ndërkombëtare që na mbështesin. Policimi në komunitet në vetvete përbëhet nga 3 elementë kryesorë. Partneriteti ndërmjet policisë dhe komunitetit, gjerësisht i shprehur në faktin se gjatë hartimit dhe zbatimit të strategjive të policimit në komunitet, policia e shtetit ka përfshirë dhe ka bashkëpunuar me shkollat, pushtetin vendor, grupet vullnetare për të adresuar çështjet e komunitetit për zgjidhje. Elementi i dytë është zgjidhja proaktive e problemit. Nëpërmjet këtij komponentit policimit komunitet, punojësit e policisë me ndihmën e qytetarëve identifikojnë dhe zgjidhin në kohë problematikat, duke parandaluar për shkallëzimin e tyre në vend që të marrin një qasje reaguese dhe të përgjigjen situatës apo krimit pasi ai të ketë ndodhur. Dhe elementi i tretë është ndryshimi organizativ. Policimi i suksesshëm në komunitet varet gjithashtu nga gatishmëria e policisë për të krijuar struktura efikase, për zgjedhur punonjës me integritet të lartë dhe qasja pozitive e tyre në komunitet dhe menaxhimi profesional i këtyre strukturave dhe këtyre njerëzve. Implementimi me sukses i këtyre 3 elementeve sjell pa diskutim forcim të besimit ndërmjet punonjësve të policisë dhe qytetarëve. Krijimi i besimit ka inkurajuar më shumë qytetarë të raportojnë krimin dhe të iniciojnë një nivel më të madh komunikimi ndërmjet policisë dhe qytetarëve. Këshillat vendore të sigurisë publike janë një tjetër qasje pozitive për zgjidhjen efikase të këtyre problemeve dhe shqetësimeve të adresuara nga qytetarët. Të gjitha këto iniciativa kanë në thelb rritjen e besimit qytetarëve te policia, pasi besimi është vlera që qëndron në themel të marrëdhënies tonë. Fal punës dhe profesionalizmit, sot policia e shtetit është agjencia ligjvatuese më e besueshme nga qytetarët, çka na obligon të gjithëve të punojmë bashkërisht për të përmirësuar akoma më shumë këtë proces thelbësor, që rrit parametrat e sigurisë dhe shndron Shqipërinë në një vend akoma më të sigurt për vizitorët dhe turistët nga mbar bota. Falenderoj organizatorët e këtij eventi dhe në veçanti Andi, që na jep mundësinë të punojmë për të implementuar në komunitet një policim sa më efikas, por edhe të diskutojmë së bashku për një nga shtyllat kryesore të një shoqërie të sigurt dhe demokratike. Programi suedez për forcimin e policimit komunitet, SCPA, dhe ambasada suedeze kanë dhënë një kontribut të çmuar për forcimin e kapaciteteve të policisë shtetit. Me anë të këtij programi, punonjësit e policisë janë trajnuar për qasje më efektive ndaj komunitetit, ku mund të theksojmë se ka përfunduar trajnimi i 650 specialistëve të policive të zonave në gjithë vendin, gjatë fazës 2 të programit, ndërkohë që gjatë fazës 3 do të vazhdohet me trajnimin edhe të patrullave të përgjithshme, me qëllim ofrimin e një shërbimi sa më të afërt, cilësor e transparent për qytetarët. Që prej marrjes detyrës time si drejtori i përgjithshëm e kam pasur dhe kam prioritet në vetë këtë proces, nisur dhe nga përvoja si drejtori i drejtorisë vendore të Elbasanit, qytet ku implementua për herë të parë ngritja e këshillave vendore të sigurisë publike, të cilët për nga këndvështrimi im ishin një histori suksesi se si mund të policohet në komunitet. Vetëm kështu mund të ndërtojmë një polici moderne dhe të orientuar drejt qytetarëve. Ndaj gjej rastin të konfirmoj që policia e shtetit mbretët e përkushtuar për përmirësimin e mëtejshëm të punës në shërbim të qytetarëve, të forcimit akoma më shumë të partneritetit me policitë homologe dhe agjencitë e tjera ligjvatuese në luftë kundër krimit, duke përmbushur sa më mirë misionin e përbashkët në të mirë të qytetarëve dhe shoqërisë. Përfitoj nga rasti për të falenderuar qeverinë suedeze për mbështetjen e ofruar në vite dhe shpresoj të vijojmë me bashkëpunimin e shkëlqyer që kemi krijuar deri tani. Faleminderit gjithë.